Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani bashkë me bashkëshortin e saj Prindon Sadriu mori pjesë sot në ceremoninë madhështore të varrimit të Papa Franceskut në Vatikan për krah liderëve nga e gjithë bota. Ngjarja historike që mblodhi mbi 250.000 persona shënoi një moment të veçantë në historinë e Kishës Katolike dhe në marrëdhënien ndërkombëtare. Osmani u pa duke takuar liderët më të fuqishëm të botës si Donald Trump dhe bashkëshorten e tij Melanie, shefen e KE-s Ursula von der Leyen dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Pas ceremonisë, presidenti Osmani shprehu ngushëllimet e saj dhe nderimin për jetën dhe veprën e Papës. Në një postim në rrjetet sociale, ajo tha se Papa Francesku do të mbahet mend për angazhimin e tij të palëkundur për paqen, dinjitetin njerëzor dhe solidaritetin ndërmjet popujve. Kryetaria e shtetit ndau edhe pamje nga ceremonia, ku shihej krahas liderëve të tjerë botëror. Osmani shtoi se trashëgimia e Papa Franceskut në përkushtimin ndaj të varfërve, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ndërtimin e urave të miqësisë ndërmjet kombeve do të jetojë gjatë. Ai ishte zëri i të pambrojturve dhe mbrojti vlerat themelore njerëzore në kohë sfiduese për botën, shkroi ajo. Ceremonia e varrimit u zhvillua në Bazilikën e Santa Maria Maggiore në Rom, një nga kishat më të vjetra dhe më të rëndësishme të qytetit. Papa Francesku, i cili ndëroi jetë me 21 prill 2025 në ditën e Pashkëve, në moshën 88 vjeçare, pas një sulmi në tru, u përcoll me nderime të mëdha shtetërore dhe fetare. Në mesin e të pranishmëve ishte edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, së bashku me shumë udhëheqës të tjerë politik, personalitete të besimit dhe qytetarë të zakonshëm që kishin ardhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit Papës së dashur. Papa Francesku do të mbahet mend jo vetëm për përulësinë dhe thjeshtësinë e tij, por edhe për reformat që ndërmori brenda Kishës Katolike, për përkushtimin ndaj të varfërve dhe për thirrjet e tij të vazhdueshme për dialog ndërfetar dhe paqe globale. Gjatë gjithë papatit të tij, ai theksoi rëndësinë e respektimit të dinjitetit njerëzor dhe mbrojtjes së të drejtave të të gjithë njerëzve pa dallim. Vdekja e Papa Franceskut shënon fundin e një epoke të veçantë për Kishën Katolike dhe për miliona besimtarë në mbar botën që frymëzoheshin nga mesazhet e tij të shpresës dhe dashurisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj zhvilluan sot një vizitë zyrtare në Vatikan, ku morën pjesë në ceremoninë e omazheve për Papa Franceskun në Bazilikën e Shën Pjetrit. Kjo ceremoni u mbajt në nderim të jetës dhe veprës së Atit të Shenjtë, i cili gëzoi një respekt të veçantë nga popujt e Ballkanit për përkushtimin e tij ndaj paqes, bashkëtesës dhe tolerancës fetare. Omazhet pranë trupit të Papës u zhvilluan në një atmosferë solemniteti dhe përkushtimi, ku morën pjesë udhëheqës shtetëror, përfaqësues të lartë të Kishës, si dhe besimtarë nga mbar bota. Në këtë ceremoni të rëndësishme, Shqipëria dhe Kosova u përfaqësuan në mënyrë dinjitoze duke përcjellë respektin dhe mirënjohjen ndaj figurës së Papa Franceskut. Presidenti Begaj ishte i shoqëruar nga përfaqësuesit e 4 komuniteteve kryesore fetare të Shqipërisë, musliman, ortodoks, katolik dhe bektashi, çka përbën një dëshmi të fortë të harmonisë ndërfetare që mbizotëron në vend. Ky bashkëudhëtim përfaqëson një mesazh të rëndësishëm të unitetit dhe tolerancës, vlera të cilat janë vlerësuar dhe promovuar shpesh nga Papa Francesku, përfshirë edhe gjatë vizitës së tij historike në Shqipëri në vitin 2014. Në krah të presidentit Begaj dhe presidentes Osmani, ishte edhe kardinali shqiptar Ernest Simon Troshani, figurë emblematike e qendresës dhe besimit gjatë kohës së komunizmit në Shqipëri. Prania e tij në këtë ceremoni përforcon simbolikën e respektit ndaj qëndrueshmërisë shpirtërore dhe rolin e Shqipërisë në historinë e Krishtërimit. Ndër të pranishmit e tjerë ishin edhe fort lumturia e tij Johan Pelushi, kreu i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Po ashtu ishte i Mzot Arjan Dodaj, arqipeshkvi i krye dioqezës së Tiranës dhe Durrësit, Hoxh Bujar Spaiu, kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, si dhe kryegjyshi botëror i bektashinjve Haxhitet e Baba Edmond Brahimaj. Në ceremoni mori pjesë edhe Gent Kruja, kryetari i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, ndër personalitetet të tjera të shquara nga jeta fetare dhe publike. Ky nderim ndaj Papa Franceskut u shënua si një moment i veçantë bashkimi mes shteteve shqiptare dhe një shprehje e qartë e vlerësimit për mesazhin që Papa ka përcjellë ndër vite, paqe, dashuri dhe mirëkuptim ndërmjet popujve dhe feve.